Mbrojtësi shqiptar Adrian Bajrami, i cili braktisi kombëtaren për Zvicrën, ka dhënë një intervistë gjatë për media zvicerane 20 minuta. Vërtet nuk pata kohë të bëhem nervoz, thot Bajrami duke kujtuar minutat e tij të para me kombëtaren helvete. Verën e kaluar, Bajrami la Lisbonën për të kaluar te Luzerni, përveç aspektit sportiv. Arsye të rëndësishme për këtë hap ishte edhe familjare. Pas tërvitjes kthehem në shtëpi dhe jam me prindërit e mi, me vëllezërit e motrat. Këtë kënaqësi nuk e kisha pasur prej 7 vitesh. Prindërit e kanë ndërtuar gjithçka nga e para këtu, jam jashtëzakonisht krenar për ta, madje edhe krenar për prindërit e mi, se sa për veten time. Kur mori rrogën e tij të parë, madje ua kishte ofruar prindërve parat në dispozicion. Ata janë shumë kokfort për këto gjëra, nuk do të pranonin kurrë para nga unë, tregon deputuesi kombëtare helvete duke qeshur. Pas ndeshjes me Suedin, Zvicra do të udhtojë në Prishtinë për ndeshjen e fundit të fushatës kualifikuese. Sigurisht që ekzistojnë lidhje, është një ndeshje e veçantë që të jep kënaqësi ta luash. Përpara se të zgjidhte Zvicra, e luajti 3 miqësore me kombëtaren shqiptare. Ndihem njëkohësisht zviceran dhe shqiptar, jam rritur në mënyrë shqiptare me tradita, gjuhën dhe kulturën. Njëkohësisht kam lindur dhe jam rritur në Zvicër. Ky është vendi im, jam krenar që përfaqësoj këtë vend, tha i ndër të tjera. Shqipëria do të përballet në datën 13 nëntor me Andorrën dhe 3 ditë më vonë do të presë Anglinë në stadiumin Air Albania. Për kuqezinjt, do të jenë 3 ditë vendimtare, duke qenë se do të voloset përfundimisht fati ynë në eliminatorët e botrorit, ku me një fitore të mundshme në Andorra do të ishin në play-off me shumë gjasa. Në këtë rrugë tim të botrorit, kuqezinjt kanë bërë mirë dhe i vetmi shkënjim deri më tani mund të konsiderohet padyshim barazimi 1-1 që kuqezinjt morën në Letoni. Pavarësisht se në letër i ishte një kundërshtar i lehtë, Shqipëria nuk arriti të dilte me 3 pikë, por fitoria ndaj Serbisë në Leskovec bëri që ai barazim të harrohej, dhe për ironi të fatit, këto janë 2 ndeshjet e vetmesh që Shqipëria ka luajtur me të njëjtin rreshtim, pasi në 4 sfidat e tjera ka pasur formacion ndryshe. 4-3-3, me këtë formacion Shqipëria ka zhgënjur në testin e parë duke barazuar 1-1 me Letoninë, veç barazimin që voli në dyshim të madh kualifikimin ton. Loja që zhvilloi kombëtarja ishte shumë e dobët dhe mungua në rastet për shënim. Por Silvinjo i besoi atij rreshtimi dhe vazhdoi ta përsëriste sërish në sfidën ndaj Serbisë 4 muaj më vonë. Ndryshe nga përballja në Letoni, kuqezinjt zhvilluan një ndeshje të madhe në Leskovec, duke fituar 0-1 e madje duke krijuar shumë. Veç kësaj, kuqezinjt ishin shumë të sigurt në mbrojtje dhe nuk rrezikuan asnjëherë që të humbisnin këtë sfidë apo edhe të dilnin me 1 pikë. Sfida në Letoni kishte ndryshime të shumta në emra nga ajo në Serbi, sidomos në repartin e mbrojtjes. Në barazimin 1-1 ndaj Letonisë luanin Balliu nga Etiafta, Kumbulla e Ismaili në qendër dhe Mitaj nga Majta. Në mesfushë të dyja ndeshjet ishin të përbëra nga Treshja, Aslani, Laçi dhe Sheu, ndërsa në sulm ndryshimi ishte në të Majt, ku ndaj Serbisë luante Uzuni, ndërsa në Letoni ishte Hoxha. Në të djathtë ka luajtur Broja dhe Manaj në qendër të sulmit. Ky rreshtim është preferuar nga Silvinjo në 3 sfida kualifikuese, nga të cilat kemi fituar 2 dhe kemi barazuar vetëm 1. Pikë të plota kemi marrë ndaj Andorrës në Tiranë dhe ndaj Letonisë në Tiranë, ndërsa kundër Serbisë kemi barazuar pa gola. Interesant është fakti se Silvinjo i ka preferuar këtë formacion vetëm në ndeshjet brenda, ndryshe nga 4-3-3 që e ka preferuar në ndeshjet në transfert. Silvinjo ka lojtar të preferuar edhe për këtë rreshtim, dhe ndryshimet kanë qenë minimale, kështu ndaj Andorrës ka luajtur Ali në të Majt të mbrojtjes si titular, ndërsa në të dyja sfidat e tjera ka luajtur Mario Mitaj. Në sulm ndryshimi vetëm ka qenë Edim Bajrami si titular në të Majt ndaj Letonisë, ndërsa ndaj Andorrës e Serbisë ka luajtur Arbër Hoxha titular duke ulur në stol Bajramin. 4-1-4-1. Hera e parë dhe e fundit që Silvinjo ka përdorur këtë rreshtim kualifikuese ka qenë në transfer ndaj Anglisë. Atë takim, kuqezinjt e kanë humbur me rezultatin 2-0, teksa paraqitja në fushë nuk ishte në nivelin më të mirë. Kjo edhe për shkak të kundërshtarit që kuqezinjt kishin përballë, në asnjë rast tjetër të kualifikuesve nuk është përdorur mos i rreshtim. Në sfidën kundër Anglisë ka pasur edhe shumë ndryshime në formacion, me Strakoshën në portë, Ali në të Majt e Balliu në të djathtë dhe me Gjimshitin e Ajeti në qendër. Para mbrojtjes kanë qenë Ramadani, ndërsa në mesfushë me 4 ishte Bajrami nga e Majta e Hasani nga e djathta dhe Laçi me Aslanin në qendër. Sulmues në atë takim ishte Myrto Uzuni.